Të dashur dëgjues të Radio Marisë Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Jeni duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet e Meshës së Shenjtë të së dielës së 29 gjatë vitit liturgjik, njëkohësisht edhe e diela emisioneve. Leximin e parë dhe psalmin do të dëgjoni nga Jehona Gashi. Leximin e dytë nga Nora Ukaj, Ungjillin Dom Shtjefën Dodës, ndërsa komentin e Ungjillit do të dëgjoni nga Pater Aleksandër Tanushi. Hiri i Zotit qoftë me ju. Lexim prej librit të Daljes. Ndër ato ditë, erdhi Amaleku për të luftuar kundër Izraelit në Rafidim. Mojsiu i tha Jozuehit: "Zgjidhi disa burra dhe dile lufto kundër Amalekut. Nesër, unë do të qëndroj në majë të kodrës me shkopin e hyjit në dorë." Jozuehi bëri siç u urdhëroi Mojsiu dhe doli në luftë kundër Amalekut, kurse Mojsiu, Aroni dhe Huri u ngjitën në majën e kodrës. Kur Mojsiu i çonte duart lart, Izraeli ishte më i fortë, por kur i ulte, përparonte Amaleku. Por se Mojsiu të ishin lodhur duart, ata morën një gur, e vunën të, e Mojsiu u ul në të. Aroni e Huri i ambanin duart, njëri nga njëra e tjetri nga tjetra anë. Kështu duart e tij qëndruan lart deri në perëndim të diellit, e Jozuehi e mundi me te të shpatës Amalekun dhe popullin e tij. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyin. Ndihma jon vjen prej Zotit. Ndihma jon vjen prej Zotit. Sytë e mi i ngre drejt maleve. Prej nga do të më vi mua ndihma? Ndihma ime vjen prej Zotit, i cili krijoi qiellin e tokën. Ndihma jon vjen prej Zotit. S'do të lejoj të merren këmbët, nuk do të kotët ai që të ruan. Ja, s'do të kotët, as s'do të flej, ai që e ruan Izraelin. Ndihma jon vjen prej Zotit. Zoti është rojtari yt, Zoti është hija jote, Zoti është në të djathtën tënde. Dielli nuk do të bëj keq ditën, as hëna natën. Ndihma jon vjen prej Zotit. Zoti do të ruaj nga çdo e keqe. Zoti do ta ruaj jetën tënde. Zoti do të ruaj vajtjet e ardhjet të tua, që tani e përgjithmonë e jetës. Ndihma jon vjen prej Zotit. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostoll drejtuar Timoteut. Fort i dashurim, qëndron në mësim që ke marrë dhe në atë që tu besua, duke e ditur se prej kujt i mësove dhe se qysh prej fëmirisë e njeh shkrimin shenjtë, i cili është i aftë të jap dijen që të çon në shërbim e me anë të fesë në Jezu Krishtin. I tërë shkrimi shenjtë, hyneshti i frymëzuar, është i dobishëm për të mësuar, për të bindur, për të ndrequr, për të edukuar në drejtësi, që njeriu i hyjë të jetë i përsosur, i përshtatur për të kryer çdo vepër të mirë. Po të përbej para hyjit dhe para Krishtit Jezus, i cili do të gjykojë të gjallët e të vdekurit. Pash ardhjen e tij dhe mbretërinë e tij, predikoje fjalën, nxit në rast të voletshëm dhe në rast të pavoletshëm, këshillo, çorto, urdhëro me plot duresë dhe mësim. Fjala e Zotit. Falenderojmë hyen. Aleluja. Mos grumbulloni për vete thesare mbi tokë, por për qiell, sepse ku është visari yt, aty do të jetë edhe zemra jote. Aleluja. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukës, kapitulli 18, rreshtat 1 deri 8. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet shëmbëltyrën se si duhet të lutemi gjithmonë e kur të mos pushojmë. Ai tha: Ishte në një qytet një gjykatës që hyin nuk e dronte
e për njerëz nuk e çante kryet. Po në atë qytet ishte edhe një grua e vej, e cila shkonte shpesh tek ai dhe i lutej, më mbro prej kundërshtarit tim. Por ai s'qene kujdes për një kohë të gjatë. Dikur tha vetë më vete, edhe pse se druaj hyin e për njerëz nuk e nxej kryet, megjithatë pasi kjo grua e vej po më trazon do ta mbroj, që të mos vi më të më mërzis prore. Zotëria vazhdoi. Dëgjoni që thot gjykatësi pa drejt. Vallë, hyji, a nuk do t'i mbroj të zgjedhurit e vet që i kërkojnë ndihmë ditë e natë? Po a do të vonojnë ndoshta me çështjen e tyre? Unë po ju them, do të ngrihet me nxitim për të ardhur në ndihmë atyre. Por, kur të vijë biri i njeriut, a thua do të gjej fe mbi tokë. Fjala e Zotit. Lavdi ty o Krisht. Vëllezër e motra, sot që është e diela e 29 gjatë vitit kishtar, Kisha Katolike në 4 anë të botës feston të dielen e kishës në botë, apo sikur që quhet dita apo e diela e misioneve. E diela e misioneve filloi të kremtohet para shumë viteve. Ky kremtim është një shembull i dashurisë dhe i solidaritetit brenda kishës si familje e Zotit në botë. Po, çka janë misionet? Kush mund të jetë misionar? Misionet janë zbatimi i urdhnit të cilin Jezu Krishti u dha apostujve të vet, por këtë urdhër na jep edhe ne sot. Shkoni e bëni nxënës të mi të gjithë popujt, pagëzoni në emër të Atit, e të Birit e të Shpirtit Shenjtë. Këtë urdhër të Krishtit e zbaton krejt kisha, sepse mbar kisha është misionare. Të gjithë të krishterët janë të dërguar që ta dëshmojnë në mbar botën fenë e vet, besimin e vet në një të vetmin Zot, i cili është Ati gjithëpushtetshëm, krijuesi i gjithësisë, dhe në Jezu Krishtin, i cili është shëlbuesi i krejt njerëzimit. Pra, secili prej nesh është i dërguar i Zotit, i cili duhet të jetë misionar. Në këtë mision, këtë dëshmi, e bëjmë me fjalë dhe me vepra. Me mijëra njerëz të mbar botës ja kanë kushtuar jetën e vet këtij misioni të kishës, duke vepruar në popujt që nuk besojnë dhe duke i afruar afër fesë së krishterë, afër kishës së Krishtit. Të gjithë të krishterët tjerë që nuk janë dërguar personalisht në misione nga autoritetet e kishës, por bashkëpunojnë me misionarë në lutje dhe me përkrahje morale dhe materiale, edhe ata janë misionarë. Edhe ne jemi ndër të tillë, sepse sot lutemi për misione dhe për misionarë. Do të japim edhe lëmosh për nevojat e misionarëve dhe të njerëzve të varfër, të cilëve misionarët u shërbejnë duke u predikuar ungjillin e Jezu Krishtit dhe duke i ndihmuar shpirtërisht, por edhe materialisht, me shkolla, me ambulanca e me ndihma tjera sociale. Kisha Katolike ka shumë pajtorë të misioneve. Njëri prej më të njohurve është spanjolli Shën Frank Xaveri, i cili jetoi në shekullin 16. Ky shenjt ishte personalisht misionar në Indi, Japoni dhe Kinë. Kemi edhe një pajtore të misioneve shumë të njohur dhe shumë të nderuar, Shën Tereza e Krishtit Fëmijë. Ajo kurrë nuk doli prej kuvendit të vet të mbyllur karmelitan, por u bë pajtore e madhe e misioneve, sepse atje në kuvend jetën e vet ja kishte kushtuar Zotit për misione, për përhapjen e fesë së krishterë kudo në botë. I kanë ndihmuar misionarët e misionaret përgjithsisht dhe konkretisht me korrespondencë personale me ta, me lutje dhe me sakrifica të lloj-llojshme. Në urdhën franciskan, i pari misionar ishte vetë Shën Francesku. Në kohët e kryqëzatave në vitin 1219, Shën Francesku shkon
në Egjipt, ku ushtarët e krishterë luftonin me ushtrinë islame për të çliruar tokën e shenjtë. Por Francesku, duke ndjekur mësimet e Ungjillit, mundohej të bin njerëzit me fjalë e me shembuj e jo me forca. Mundohej që ushtarët të mos derdhin gjak, por këtë nuk ja arriti. Pas betejës merr leje që të shkon tek muslimanët, u prit nga sultani Melek El Kamil dhe u trajtua me respekt si njeri Zotit. Sultani mrekulloi thjeshtësisht mirësisë dhe shejtërisë së tij, dhe me shumë respekt e dëgjoi ku i dha leje të predikoj lirisht në perandurinë e tij, sepse në të e pa një fe të plotë në Zotin. Përndryshe, pajtor i misioneve është edhe Shnanov i Padovës, të cilin e nderojnë jo vetëm katolikët, por edhe besimtarët e tjerë që e njohin. Sigurisht se misionare e madhe ishte edhe bija popullit tonë shqiptar, Nën Tereza, e cila gjithë jetën ja kushtoi misionit. Ishte një misionare sa që bota thirri nën të dashurisë, nën të paqes. Kjo nën e madhe në vitin 1951 themeloi bashkësinë e motrave misionare. Misioni tyre ishte paqja, ishte dashuria ndaj të varfërve, ashtu siç e kërkon Jezu Krishti, kështu që në vitin 1979 mori edhe çmimin Nobel për paqe. Edhe ne kemi misionin tonë në kish. Edhe ne jemi misionarë të Krishtit në këtë botë që ndoshta ka filluar të harrojë Zotin. Por cili është misioni ynë? Misioni ynë nuk është lufta. Misioni ynë nuk është as urrejtja, as fanatizmi, nuk është as izolimi, as frika, nuk është as dhuna. Por misioni ynë apo misioni secili prej nesh është dëshmia e fesë, është dëshmia e shpresës, e dashnisë, në paqë dhe mirëkuptim, por gjithherë me shpresën e Zotin, i cili jep çdo të mirë, me dashuri ndaj të gjithë njerëzve, pa dallim race, gjuhe dhe feje, sepse të gjithë jemi vëllezër e motra. Po, cili është misioni ynë i përditshëm? Misioni ynë i parë është në shtëpinë tonë. Prindërit janë misionarë të Zotit për fëmijët e vet. Çdo besimtar është misionar për fëmijët e vet. Çdo mik është misionar e misionare me së pari për miqtë e tij. Ne, me së pari në vendin tonë dhe në rrethin tonë duhet ta pasqyrojmë dritën e fesë së Krishtit, bukurinë e moralit e krishterë, bujarinë e kulturës sonë shekullore, bujarinë e mikpritjes, pastërtinë e rinisë, besnikrinë bashkëshortore, e cila është në rrezik më shumë se kurrë, respektin ndaj pleqëve të cilët sot i kemi në numër të madh që jetojnë në vetmi, mbrojtjen e të vegjëlve dhe të ligshtëve, zemërgjërsinë ndaj të varfërve, paqen me çdo njeri. Me një fjalë, misioni ynë i krishterë për secilin prej nesh është ta duam, ta jetojmë dhe ta dëshmojmë fenë tonë dhe kulturën tonë, duke respektuar lirinë e atyre që mendojnë ndryshe. Kuptohet, nuk do të jemi të kursyer gjithmonë prej konflikteve. Probleme ka pasur në të kaluarën dhe sigurisht që do të ketë prap. Mirë po, duhet të jemi të vetëdijshëm se konfliktet nuk zgjedhen me dhunë, por me mirëkuptim dhe me kompromis me marrëveshje. Pra, në misionin tonë dhe në marrëdhëniet tona, garancia e suksesit nuk është dija, garancia e suksesit nuk është as pasuria, nuk është as forca, por misioni ynë është hiri i Zotit, të cilin e fitojmë me anë të lutjes, të sinqertë dhe të përvojtë. Zoti ynë i mirë, e dëgjon lutjen e sinqertë dhe të përvojtë të çdo besimtari. Prandaj, edhe ne sot, para së gjithash, do të lutemi që Zoti, Ati të gjithëve, të gjithë fëmijëve të vet, e ata jemi ne, t'ua hap rrugën e besimit në birin e tij, Jezu Krishtin, dhe rrugën e shëlbimit të amshuar në për të njëjtin Krisht, Zotin ton. Amen.
Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e meshës së të dielës së 29 gjatë vitit liturgjik, njëkohësisht edhe diela e misioneve. Me ju ishin Jehona Gashi, Nora Ukaj, Dom Shtjefën Dodës, ndërsa komentin e Ungjillit e dëgjuat nga Pater Aleksandër Tanushi. Ju falenderojmë për vëmendjen e ju dëshirojmë paqen e bekimin e Zotit. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.